Që nga hera parë që e kam dëgju, thash do e mësoj vetëm që ta kem mundësin ta interpretoj këtë pjesë në një ditë. Kur u kushtohet njerëzve të cilët na sollën lirinë dhe sakrifikuan gjithçka që ne sot të interpretojmë dhe të këndojmë shqip. Disa herë gjatë koncertit u përmend emri i Vullnetit. Vullneti që ka vullnet për shumë gjëra, për t'i mbështetur jo vetëm ansamblin AM ku përket, po edhe ansamblin Dardanus apo jo. Besoj që u kënaqet sonte me duart trokitjet e publikut, ju mbështeti fort. Normal, nuk ka kënaqësi më të madhe për artistin kur e sheh sallën plot, edhe sikur e shpërblen artistin me atë duart trokitje. Se në fund të ditës këtë e bëjmë ne për publikun, e bëjmë për popullin ton. Prandaj sidomos repertorin që e kemi me këngë popullore fiks për shqiptarët tonë. Para se me fillu koncerti me Besartën e flisnim pse gjithmonë në Tetov është një tjetër emocion. Është një pikë që gjithmonë e ngre publiku në këmbë, është një homazh për familjen Jashari? Po, ajo në fakt është një korodram e interpretuar nga ansambli Shota. Kjo është një insert i shkurt Lulet e Marsit, e aranjuar, e komponuar me muzikë nga profesori Ylber Aslanaj, që nga hera parë që e kam dëgju atë pjesë, unë atë nuk dija t'i bia fyllit. Thash do e mësoj vetëm që ta kem mundësin ta interpretoj këtë pjesë në një ditë. Është shumë domethënëse dhe përveç publikut, ndonjëherë na ndodh edhe neve në prova që rënqethemi nga kjo vepër madhështore. Është shumë e bukur. E pash edhe sot publiku mezi e presin këtë pikën ku e interpreton. Unë ma lëngjyen shumë, biles edhe pas koncertit, gjithë vinin e thonin qa ishte ajo pjesë, sa e bukur, çka do të thot. E normale, ajo është një homazh për fëmijët e rënë të familjes Jasharej, edhe për ne kjo ka një domethënie shumë të madhe, kur u kushtohet njerëzve të cilët na sollën lirinë dhe sakrifikuan gjithçka që ne sot të interpretojmë dhe të këndojmë shqip.